Kenia, një nga shtetet më të rëndësishëm afrikane, njohu Kosovën si shtet pavarur. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mirëpritur vendimin e Republikës së Kenias për ta njohur Kosovën si shtet pavarur. Osmani tha se vendimi për njohjen e shtetit Kosovës është nënshkruar nga presidenti Ruto dhe i njëjti është dërguar zyrtarisht në president pak më parë. Republika e Kosovës mirëpret vendimin e Republikës së Kenias për ta njohur Kosovën si shtet pavarur dhe sovran nëpërmjet vendimit të nënshkruar nga presidenti Ruto të dërguar zyrtarisht në presidencë. Kjo njohje është një dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme për të drejtën e popullit Kosovës për liri, pavarësi, sovranitet dhe integritet territorial. Njëkohësisht është njohje e vujtjeve të gjata sakrificës shekullore të popullit Kosovës për lirinë në emër të institucioneve dhe qytetarëve Kosovës. Prej falënderimet sinqerta presidentit të Kenias, William Ruto, për këtë vendim të drejtë si dhe ndaj institucioneve qytetarëve kenian që mbështetën këtë hap diplomatik. Për gjatë këtyre viteve kanë zhvilluar disa takime të rëndësishme me të, në të cilët njohja e Kosovës ka qenë temë e diskutime. Presidenti Ruto vazhdimisht siguronte popullin e Kosovës se vendimi për njohje do të merret shpejt bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe sakrificën e gjatë të popullit tonë. Mirënjohje të veçantë shkon për gjithë ata që kontribuan në këtë proces. Falënderim të veçantë për angazhimin e vazhdueshëm të ish-presidentit dhe ish-ministrit të punëve të jashtme të Kosovës, Bechet Pacolli. Kosova vazhdon të ecë përpara në rrugën e saj të integrimit dhe fuqizimit të pozitës së saj ndërkombëtare.